Ky vëllau pyet selam aleikum, a ki mundësi edhe njëherë me ma spjegu ndrimin e arit të vjetër edhe me shtu pare për me blet të ri? Kam mundësi, po deshta diku me lon telefonin. Shpëgja, kjo është onazë. Nëse që kjo onazë është vjetru. Unë du të me shku të argjentari, nëse i ka kjo 10 gram. Po flas ari nëse, kjo është argjent, po e supozojmë ari. Edhe argjentin me zvete. Nëse kjo ka fillu mu më shtramu, shika, me hub formën, ose me okput, unë nuk ban këta mi thonë argjentarit, po të hep qëta, unë për marrë qatë tjetërën të qka ki aty, edhe më ka të sa du me t'i shtu. Se ari, ose argjenti me argjent, ose ari me ari, nuk ban më nru. Kjo në kamat. Ari nësa 5 gram, ti mi e mu 5 gram, unë 5 gram ty, nuk ban me shtu pare. Po ari është ma i zbukurum, dekoret i ka ma të bukura. I ka dekoret ma të bukura. Na themi, atër mas i ka dekoret ma bukura, ose është ma i ri, është i ngjitën, edhe ti ke punu ma shumë se sa une, në qatë ari, ke argju mund. Atë qka bojna? Unë për ta shes vla arin tem, më smërin kamat. Për ta shes arin tem, 100 euro. Edhe masani ta blej arin ton 150 euro. Ose 130 euro. A kupton? Nuk guxon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ari me arin kur ndrohet në kamat. Njëhet sikur se parja me parën. Unë po t'jap ty 100 euro, mas 2 ore ose mas 3 ore ti mi bjen 130. A hyn kamat. Njëhet edhe ari hyn kamat. Këto në problemi. Qka me bon? Me nru, me mfal, jo me nru, me shit. Sa ma blen vlla që të ari mu ka këput që ke unaz. Ose që të sërë mu ka këput, argjentin. Valla për ta blet 80 euro. E unë me marrë që ata, sa më kushton mund që ajo, kushton 110 euro. Okej, ose se që e leq ma betin. Sa ma blen që të arin tam, 100 euro, 80 euro. Mere. Ndash rrin lokal aty bleje masani, ndash shkon lokal tjetër, bën qka të dush. E rëndësishme ti jo mi nru. Ti e blen me pare tua dukatin që ai ka, edhe ja shet dukatin tanë ati. Shpresoj që kjo në kretë për më smërin kamat. Shpresoj që ke kuptu vlla. Allah të rujtë.